Dihet që gjuhëshit kanë dhënë një kontribut madh, qoftë pozitiv, po qoftë edhe në këto fusha ku ka një diskutim të madh në lidhje me qëllimet e tyre, siç janë ideologjitë e ndryshme të iniciuara prej njerëzve më të shquar të tyre në fusha të caktuara, siç është komunizmi, që është promovuar dhe është iniciuar nga Karl Marxi, që ishte një gjuhësh protestant, familja e tij e kthyen protestant, kriptogjuhësh, po kështu edhe Freudi, i cili me teoritë e tij të psikanalizës kërkon të nxisë dhe të promovoj incestin brenda familjes, duke bërë deklaratat çuditshme që djali të dashurin e parë ka nënën të dashurin e parë dhe vajza ka babain, duke i sjellë shumë njerëz të cilët kanë përqafuar teoritë e Freudit në praktika incestuoze të cilat janë konsideruar si praktika normale për shkak të kësaj kulture freudiane të futur tek këta njerëz.